Pikërisht, gjatë kësaj jave kena marrë rezultate fantastike nga Sponja, e cila për me, edhe pse nuk na nje si shtet, na ka njoft pasaportat po kemi ambasador të shumë atje. Kështu që po fitojmë medalje. Përveç karates ka arritur të fitoj medalje fantastike dhe paraglajdizmi, madje me një djalosh vetëm 14 vjeçar. Dhe pikërisht unë kam të pranir shumë Fanol Shalën, po ashtu dhe Arber Shalën. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, në sit jem pjesë e emisionit tuaj. Do me nis me ty Fanol, apo më jallon fjalën Arbrit. Nuk është problem, ka do që vendos. Arber, qysh ke ndjenja, arrite me fitu medalje në Sponjë, një diçka e jashtëzakonshme për ty. Vetëm 14 vjeç. Po ka qenë ndjenjë e jashtëzakonshme, jo më di shumë mirë që po moj shtetin tem me qit edhe manalt. Bravo të koft. Nderet. Fanol, arriti Arberi me fitu një medalje të jashtëzakonshme në një vend që thash që nuk na nje, por realisht po na nje përmes sportistëve. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe, sidomos për mua, pasi që Arberin që është vogël, fillimet e para i ka pas që është me 10 vjet, 11 vjet me paraglajdizëm, ato lëshimet e vogla edhe u rrit me ato të na po neve, mirë po tash na u ka bo një konkurent i fort. Në fakt unë dhe me gjeni jem top 10 qëtë botës, Arbri ka rrit me hinë top 20 qëtë botës me moshën që e ka, edhe plus është një rekord botëror në pritje, do të thotë veç e ka fitu rekordin, po pritje të finalizimit nga federata ndërkombëtare, dhe na presim ata. Gara në Spanjë ishte një diçka që në fakt e presnim se për këti presim shumë. Mirë po momenti ke presioni shumë i madhë, se ke Migjenin garë, ke kampioni në fuqi i Francës që është, e Spanjës ishte në garë me ta dhe ishte me rezultat barabartë. Po, edhe në fund do të të lujke 1 centimetër. Ai Spanjoli ra 1 centimetër, vllaja Migjeni ra 1 centimetër, kurse ky erdhi prekit 0 centimetër. Do të thotë mojti të dytë dhe i kaloi ata në vend dytë dhe në tretë Mastina. Ajo keni diçka që nuk sa do që flas edhe me orë nuk muj me përshkrua si moment që unë jam një aty dhe që një shumë njerëz tjerë, pasi që ka pilot me eksperiencë shumë të madhe aty dhe kur e shohin këta, në fakt nuk e llogaritin, po tash e shohin si konkurrencë. Nuk e shohin më veç si pjesëmarrës të garës, po e shohin si konkurrencë të fortë dhe unë jam shumë i kënaqur me gjithë punën që bën Arbri, edhe gjithë ekipa jam komplet. Arbri për ndrysh është djali i Migjenit apo? Djali i Migjenit, po. Babin edhe një garus tjetër të jashtëzakonshëm. Po. Dhe ajo është shumë një garus i fort. Ata dha dorën baba. Spaciale. Detyrimisht tash. Qysh ndjeve për poshtë po. Hajde garusën Spanjell pe dim se ato e kem kështu, do të me patjetër dëgjosh me orën e poshtë, po babën edhe cilat kanë fjalët e babit kur arrit me fitu medaljen. Urime, nuk ka pas diçka tjetër, ajo gëzu shumë për mu. O du me mujtë Spanjollin se cilët e fitoj shumë nëse babi o ka njejt ato, njejt e kësha pas ndjejtësin, po mas e fitova one e babi o gëzu në ekstrem shumë. Arber, e tha dhe Fanoli kinis këtë sport më merë qysh moshën dhe veçara. Edhe për veti, unë pjesën ajrore e kam frikë kështu. Ti, po ndohet s'pas ke frikë heq? Jo, as një tërë frikë. Qysh ka qenë gjina e parë kur ki njësë mu marrë me sportin? Detyrimi i parë është gjithmonë i papërshkrueshëm. Faleminderit për agjit e për babes që më kam pruk deri në këtë pikë. Kom fillu njëherë si për habi, po pasaj këtu i pa këta që janë e kanë seriozisht, të fillu në gara, e kom marrë edhe shumë seriozisht. Fanol, përveç Arbrit, keni arrit me u rendita të partë edhe si shtet. Për momentin si shtet jemi dytë, veç Kinën e kemë. Atje po, në Span. Po flasim për Span, po të partë si shtet, do të thotë me rezultatet tona, në fakt, unë kisha 2 rezultate jo të mira dhe kalova në vendin e 7 ose 8, po rezultatet e këtyne dyve, do të thotë edhe jemi ndikun që na me ka të partë si shtet, edhe në gjitha kategoritë thuje se kem dominus, kategoria junior veç se ma ke në overall i të përgjithshmen, edhe të kategoria e vajzave kemi lisjetën që është e jashtëzakonshme, do të Anisa po ashtu dole 4-ta nëse s'gaboj,
Po, ka pas sukses të jashtëzakonshëm tek sportistë. Edhe kjo ke super se të gjitha kategoritë na veç i patëm podiumin edhe vendet e para i patëm gjitha kategoritë. Edhe në fakt na tash që na bë të klubit jem 4 që jem top 20 të botës, edhe kudo që po shkojmë nëse njani po dështon pak tjetri po është aty për me rregullu ato që dështoj njani, kështu që jem shumë mirë për momentin. Kurime me shtetet miq është ndryshe, po kurime me shtetet që nuk na njohin edhe pikërisht organizohet e gara në një vend të tillë, edhe në fund e fiton medaljen e artë, edhe flamuri i Kosovës ndihet mas larti. Për ty si ndjen sepse i ke brituar gjitha thujse momentet që nga koha luftës, pas luftës deri tek pjesa e ndërkombëtarizimit të sportit. Ky edhe është qëllimi, unë e kam thënë gjithmonë që ato që është bën luftë dhe që kena punu për me arrit deri këtu ku jemi, tash duhet kjo është vazhdimësia e saj. Nëse ne nuk punojmë tash për me rujt ato që na kena kriju atëherë në 98-99, e që kanë kriju breza para neve, do të thotë atëherë jetë pa kuptim edhe ajo. Kjo është në lufta e tashmes, do të thotë kjo është forma qysh na duhet me luftu me këto që kemi, me sportin. Do të thotë edhe aty ku s'na njohin, na kena arrit me qit në podiume flamurin e për Kinë, Kazakistan, e vendet ndryshme që as honor, as na kanë pranuar si shtet, po mirë, po na jena shku edhe flamurin e kena ngrit aty. Edhe kjo është qëllimi i asaj që na me u njoft edhe me përfaqësu me dinjitet, edhe shumicën e raste unë i kam një njerëz që thonë po shkojmë me marr pjesë në garë. Na nuk shkojmë me marr pjesë. Na shkojmë me fitu. Por që ka mundësi gjithkohë edhe mundet me hub njerëz, se mundesh me dështu diçka se o garë dhe në runde që kanë më ballën kushtet ndryshme të motit. Po na përgatitëm me të gjitha kushtet për me qenë sa më mirë një garë të caktuar që mos me dështu me na ik diçka. E fati tani do të më jaloni pjesë vogël, po qëllimi është na me punu fort, e tani fati edhe që aty më na animu pak edhe jem në rregull. Edhe jemi në rregull. Arber, përveç kësaj medalje të fituar, çka presim nga Arbri tash? Sepse na nuk çojna vetëm një medalje. Po, presim edhe shumë me kena garën tonë Kastrioti Open, besoj kam qef shumë me fitu atë, po presim tash. Edhe qysh është prit, e ti që nuk i ka ro me pushu fare, po atë kanë shkruar shoqet e klasës, edhe qysh e kanë prit, apo ndryshe edhe vetë mësuesit, qysh e kanë prit këtë fitore të marrësh? E kanë prit shumë mirë, janë gëzu edhe ata, kanë pas shef, më kanë uru gjithë. Cili ka qenë mesazhi më i mirë që i ke marrë? Nuk e di, për gjyshit, orime kam pjanë, gjyshin e kam du shumë, edhe si më vjen mesazhi për ti gëzona. Edhe pse gjithmonë unë përkra, gjyshin e kam përkras më të mirë. Më të mirën. Po. Edhe kem tonë, ato kem krye kampionin tonë. Pa diskutuar. Çdo fitore i përkushtohet atij. Edhe këtë fitore, edhe këtë medalje e dedikon pikërisht gjyshit. Po, çdo fitore. Fanal po mund ndal cilat janë trejat, çka mund çka do të kem gara gjatë këtij viti, padyshim që ka qenë një garë që është mbajtur në Shqipëri. Në Shqipëri. Si kanë shkuar rezultatet? Vlora është Albania Open, është seria e dytë e kampionatit kombëtar, mirë po është edhe gara Open që mund me marr pjesë, dhe aty marrin pjesë 33 shtete. Do të thotë ishin 98 pilot pjesëmarrës. Na punom shumë me ekip, pak këta e patëm me probleme, diçka filloj me të vjellë në mes gjana dhe ne hupin një rondë dhe me ekip patëm mundësi se aty një rondë mjafton edhe nuk jenë lojmo. Mirë po unë edhe me gjeni rujtëm rezultatin shumë mirë, edhe deri në rundin e funit me nën kampionin që është Sloven, nën kampioni i botës, Matias Luga, që është kënaqësi kur merr pjesë me të fortin, se na kem qef moshtime të fortin. Vetëm të fortë. S'është nivel tonin. Deri në rundin e 7 unë kam qenë në vend të parë. Mirë për rundin e 7 ishte puna me centimetra dhe metëm barabar të tret. Edhe rundin e 8 barabar. Në fakt rundin e 8 kur erdhëm tret, unë rash 2 centimetra, dhe me thonë ngarkesat tjera, se aty është një diçka, një devijim i vogël ti e hub komplet garën. Edhe unë kisha ngarkesa tu marrë me garën teme, me gjana tjera, e pata një rast në familje që të tregova më herët, edhe tani pak emocionet ndryshon atin, edhe për një moment apet preka mrana aty në limite, dhe me dhe 0,2 cm preka, me gjeni preki 0,1 cm, a i Sloveni erët preki 0,0 cm.
edhe në fakt e fitoi garën, Migjeni doli i dyti, unë doli i treti. Në kampionat kombëtar dolëm tret klubit ton, Migjeni, unë edhe Lisjeta dolëm tret parë. Fanol, duke pa këto suksese, duke pa këtë mënyrë i sporti realisht edhe kur ju shoh njerëz me këtë lloj suksese, apo ngritet pak a shumë cilësia e këtij sporti apo ka njerëz të interesuar që do të marrë me sportin e paraglidit. Nëse i marrëm pa hy këtu të na, se unë pesha pavarësisht që po dalëm shumë edhe të transmetojmë si sport, njerëz nuk e dinë që ekziston. Edhe dyqysh po një keqardhje për këtë punë. Nëse i merr të hujt edhe i vet, njerëz që merret me këtë sport, ata enjoyojnë secili, enjoyojnë arbrin, enjoyojnë fanolin, enjoyojnë edhe andin që është veç 13 vjet tash i ka mush ngara atje dhe duli tretin junior. Do të thotë enjoyojnë arbri ke i pari, enjoyojnë secilin. Edhe kem kërkesa shumë të mëdha që ata me armë u trajnojnë vendin ton, se e shohin Kosovën si potencial shumë të fortë për çet disiplinë ku na garoj. Çto do të ne prit gjithë. Edhe sportet tjera mendoj. Në fakt unë kam kërkesa shumë të mëdha dhe çka kena arrit. E falenderoj, nuk po më kujtohet me emën, është këtu në Krushevs që na i rregullon këpucat për precizion. Më vjen keq që s'pe e di emrin, po e falenderoj shumë. Edhe ne e falenderoj. Tash kërkesat janë edhe prej Arabis e për veneve të ndryshme që me i marru këpucat si tonat, se po ato s'prekin vetë, ato e dojnë stëlliti. Mirë po na pja u marrojmë, pja bëjmë qefin, do më thadhe në Krushevs u shtu punat e kjo shoku jonë, që e falenderojmë shumë, për me arë për Arabi mi bë këpucat si tonat. Që dora qëtu edhe une po tham jedri tham kuga i Kosovës në sportin e paraglidit i gjithë botës. Faleminderit shumë. Fanal Arber, faleminderit shumë që keni gjetë kohën edhe keni qenë pjesë e pasdites sportive. Realisht pse shkurt, por ishte kënaqësi i pas. Faleminderit shumë edhe për juve që gjithmonë qëndroni prapa sukseset tona dhe na përkranin në çdo formë, se kjo është një formë shumë e mirë që neve me pa dikush ata që e folën më herët, se pavarësisht që po dalim prapë nuk pe shohim. Kështu që kisha shfrytzuar rastin për pak gjithë ata që na kanë qëndruar sado pak afër neve në këtë rrugtim tonin, me i falenderuar në çfarëdo forme që na kanë gjetur. Arber, faleminderit shumë që ishe.